Mi shpejt kur kthehemi nga puna, zakonisht kthehem në të njëjtin orar me djalin, me që dhe unë punoj në shkollë, nuk jemi tek e njëjta shkollë kuptohet, por kur nuk kam arritur që të përgatit diçka nga dita e parë, duhet atë moment të përgatit diçka të shpejtë, edhe shpejt janë karkalecat e detit ose peshku që duan 10 me 15 minuta të skuqen ose të piqen në furrë. Ndaj edhe për sot përgatita karkaleca deti, i skuqja një çik, siç shikoni me gjalpe me hudhër, zakonisht ose e kanë brenda tek pakua që shiten ose e uaheth unën nëse nuk kanë. Kisha dhe pilafin gati, edhe gati dreka, ça të bëjmë tani. Ikëm një xhiro me që është koha e mirë, siç mund të shikoni. Pasi u ktheva në shtëpi, pastaj përgatita edhe kafen, të pi një kafe, cappuccino, sado që është me shumë qumësht, edhe zakonisht thonë që nuk bën mirë kafja të pihet bashkë me qumësht, por nëse o njerëz unë nuk e pi dot pa qumësht. Të vetmen kafe që mund të pi pa qumësht është kafja greke, atje nuk më pëlqen qumshi, pastaj të gjitha të tjerat i dua me qumësht, edhe me një lug sheqer, nga 3 lug që hidhja më përpara sheqerë, e kam ulur në një lug dhe besoj se është shumë përparim i madh kjo për mua, që kështu me një lug sheqer e shoqëroj kafen, është gati. Të qetësohemi edhe neve një çik dhe të çlodhemi, të kaloni një ditë sa më të bukur dhe juve. Ciao ciao.